Teksa kanë mbetur rreth 7 ditë nga përfundimi i afadit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, mundësitë për një marrëveshje politike duken të pakta. Takimi i zhvilluar të hënën mes kryetarit të lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku përfundoi pa rezultat konkret. Fillimisht ne ofruam që Lidhja Demokratike e Kosovës në bashkëqeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje dhe me partnerët e tjerë që i kemi ne në mazhorancën prej 66 deputetëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministritë të tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abdigjiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit e bashkëveprimit midis Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk u bë as atëherë, as tash, dhe kjo është për të ardhur keq, sepse në këtë mënyrë Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja tërësisht të panevojshme. Një tjetër propozim i Kurtit ishte rokada në drejtimin e kuvendit, ku LDK do të merrte postin e kryetarit, ndërsa kryetaria aktuale do të kalonte në pozicionin e nënkryetares. Ne do ta kishim edhe më tej qeverinë, nuk do t'i kishim zgjedhjet e panevojshme, por përveç kësaj Lidhja Demokratike e Kosovës do ta kryesonte legjislativin, do ta kishte kryetarin e kuvendit, ndërkohë që për kandidatin ton, Glau Konjufsën, ne nuk kemi kërkuar vot për nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ata vetëm le të votojnë si të duan. Megjithatë, edhe kjo ofertë u refuzua nga Abdigjiku, duke bërë të ditur se LDK nuk do të jetë pjesë e negociatave të mëtejshme për këtë proces. Ne ishim në diskutim për çështjen e presidentit, pra unë refuzova të flasim për çdo gjë tjetër pa trajtuar çështjen e presidentit. Pra sepse problemi ishte presidenti, jo qeveria. Kosova ka qeveri, ka edhe kuvend. Edhe presidenti takoi 51% është më tepër se sa vullneti qytetar. U përpoqa, provova, nuk arrita fatkeqësisht, tani kthehemi në LDK, do t'i kthejmë misionit të madh të bashkimit të së djathtës brenda LDK-s. Në këto kushte mbetet e paqartë nëse do të ketë përpjekje për marrëveshje me parti të tjera, përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës, ndonse sinjalet për dialog mbeten të kufizuara. Situata aktuale e çon vendin drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, edhe pse të gjitha partitë shprehen publikisht kundër këtij skenari. Në mungesë të një zgjidhjeje brenda afadit kushtetues, zgjedhjet e reja pritet të mbahen në fillim të muajit qershor.